forcore, duke thënë që Kreu Shish ka futur agjent serb në protestë. Keni informacion ju? Qytetar digital më thonë që është bërë bëhet një kombinim i dy shërbimeve, Tiranë-Beograd, kundër protestuesve të ri. Kjo ka ndodhur, po sigurisht pa informacion qytetar digital nuk janë, e keni pa ju. E patë se edhe e censuruat. Pardje më tha që kanë ardhur 2 kontejner me ngarkesat mëdha eurosh. E publikova edhe mediat kyç omerta. Dje erdhi qytetari digital më tha nuk kanë qenë 2, kanë qenë 3. Po ne s'bëjmë lajme të qytetarit digital, zoti Berisha. S'është detyra jonë bëjmë lajme të qytetarit digital. Janë të minja. Ti janë vesh qytetarit digital dhe në larë për vetë. Jo, ju tua. Po omerta prap 3. Tani këte sigurisht, qytetari digital më thot se këta po studiojnë dhe po marrin ekspert serb të protestave të zgjatura. Dhe kjo është një akt absolutisht anti-shqiptar dhe është një akt, përse se morë veshti, kush erdhi me pa dosjet kush erdhi me për dosjet gjykas lartë? A më thua pak mua? Me të dy gjyrat të ndryshme. Jo, po duken serb ty prapa djelit. Kur ja dha dosjet në dorë, aje mori. Kërë eksperti serb dhe erdhi me marrë dosjet çka, ajo është kontraktuar. Po dhe këta të kontraktuar, edhe këta i pagun vlora në qofse i ka marrë. Edhe këta i pagun vlora. Ose tani vlora është dieta jo, është agjente e përbashkët e Ramës dhe Vučićit. Kjo është e njohur, e kam thënë që në fillimun. Që kur bëri udhëtimin e parë dhe mohoi, gjë të cilën që është të vërtetë e denoncuar kolegët e saj.